Pas humbjes së thellë të Partisë Demokratike në zgjedhjet e përgjithshme të 25 qershorit, kryedemokrati Lulzim Basha vendos të ngritë të gjitha funksionet në Partinë Demokratike për t'u kaluar ato nën kryetari dhe sekretarit të përgjithshëm të kësaj force politike që do organizojë zgjedhjet për kryetarin e ri sipas parimit një antar një vot. Kam vendosur të ngritë të gjitha funksionet e mia organizative si kryetari i Partisë Demokratike dhe t'u delegoj ato dy nënkryetarëve dhe sekretarit përgjithshëm për të organizuar me fuqi të plot vendimarrëse garën për kryetarin e Partisë Demokratike sipas parimit një antar një vot. Unë kam një projekt dhe projektin tim do ta debatojnë dhe vlerësojnë demokratët në një debat dhe garë të hapur, të ndershme dhe të barabartë. Gjëja më e lehtë për mua do të ishte të largohesha. Por unë e di se çfarë ka ndodhur dhe jam i vendosur të mbaj përgjegjësi. Jo duke ikur, jo duke braktisur demokratët dhe qindra mijë shqiptarë, por duke luftuar deri në fund me ta dhe për ta. Në daljen e parë para gazetarëve që nga dita e zgjedhjeve Basha tha se merr përgjegjësi të plotë për rezultatin, por se ku gabua atë nuk e përcakton ai dhe për këtë shqiptarët meritojnë një analizë të thellë. Sa kam gabuar dhe ku kam gabuar nuk e përcaktoj unë. Por këtë nuk mund ta përcaktojnë as ata që nuk punuan asnjë ditë për fitoren e Partisë Demokratike. Basha foli për një garë të pabarabartë ku paratë e drogës dhe të krimit blen varfërinë e shqiptarëve dhe u shpreh vendosur që të çojë deri në fund atë që ai e cilësoi luftë për jetë vdekje. Ajo që ndodhi në zgjedhjet e 25 qershorit është triumf i paligjshmërisë. Me të vërtetë, unë dhe Partia Demokratike morëm një rezultat zhgënjyes. Por ndonse siç e dim të gjithë, shumë shqiptarë kanë qenë në ofertë për ta këmbyer votën e tyre me para, megjithatë mbi 450.000 qytetarë refuzuan. Vendosën të ecin përpara me dinjitet. Është e qartë si drita e diellit se krimi, bandat, droga, trafikantët e votave dhe dinjitetit njerëzor kanë vetëm një pengesë, vetëm një rezistencë. Dhe unë e Partia Demokratike së bashku me qytetarët e ndershëm të vendit nuk jepemi. Kjo është një luftë për jetë a vdekje, për vendin, për njerëzit, për të ardhmen. Që në nisje të fjalimit të tij Basha falenderoi të gjithë ata që e mbështetën dhe se projekti i tij siç u shpreh, edhe pse nuk u votua në 25 qershor, ishte hartuar në bashkëpunim me mijëra qytetar që gjetën shpresë te ky program.